Nëse data jote e lindjes dhe emri kombinojnë numrat 1 dhe 2 dhe anësjelltas, atëherë kjo video është për ty. Ky kombinim në numerologji konsiderohet jo harmonik, por është vërtet kështu. Energjia e njëshit në datën e lindjes ose në emër i jep personit aftësi prej lider. Ajo shtron detyrën që individi t'i udhëheqë dhe t'u pritë të tjerëve. Energjia e dyshit tek emri ose data e lindjes është energjia e partneritetit. Ajo shtron detyrën që individi të krijojë marrëdhënie partneriteti midis partnerësh të barabartë. Jo që njëri të jetë lider dhe tjetri i bartës, por të jenë të dy të barabartë. Numri 1 e nxit personin që të guxojë, t'i marrë vendimet vet dhe të mbaj përgjegjësi vet për vendimet e tij. Numri 2 e nxit personin që t'i marrë vendimet së bashku me partnerin e tij ose minimalisht të konsultohet me të. Për të ndjerë në harmoni shpirtërisht, personi me numrin 1 ka nevojë që të tjerët të inspirohen prej tij dhe ta ndjekin, ndërsa personi me numrin 2 që të ndihet mirë psikologjikisht dhe shpirtërisht ka nevojë që të tjerët ta vlerësojnë, ta duan, ta çmojnë mendimin e tij dhe ta mbështesin atë. Për atë është i rëndësishëm shpirtërisht meratimi nga të tjerët i mendimeve dhe vendimeve të tij. Në të kundërtën, njëshi duhet i marrë vendimet vetëm pa pritur miratimin e askujt. Po minuset e njëshit dhe dyshit, a mund të zbusin njëri tjetrin? Na ndiqni.